Allahu i lartësuar në horizontet e krijimit të tij ka vendosur shenja të përsosmërisë, që vazhdimisht faqen për të orientuar dyshuesin dhe për të përforcuar besimin dhe pastruar besimin e besimtarit. Dhe gjurmët e këtyre shenjave shfaqen në sistemin universal mahnitës, duke tërhequr mendjet të cilat logjikojnë krijimi i Allahut, i cili ka përsosur gjithçka. Vërtet që ai është i gjithnjohur për atë që ju veproni. Dhe një nga shenjat e fuqisë së Allahut të lartësuar, të Zotit ton, krijuesit ton, të fuqisë së tij absolute, është shumëllojshmëria dhe ndryshimi i stinëve. Ndryshimi i motit, nga i ngrohtë në të ftohtë dhe po kështu anasjelltas. Dhe ky fakt kërkon që besimtari dhe besimtarja të ketë largpamësi në perceptimin dhe përfitimin prej këtyre shenjave dhe argumenteve, në shkëmbimin apo ndryshimin e natës dhe ditës, në ndryshimin e stinëve dhe të kohëve. Ka përkujtim që na kujton shpejtësinë e mbarimit të xheleve tona dhe punëve, afrimin e udhëtimit të gjatë dhe ndarjes nga kjo dynja, nga kjo botë, gjë cila na fton në përgatitjen për këtë ditë, pra për ditën e asaj dite, ditës së udhëtimit, dhe të kuptojmë se qëllimi ynë madhështor në këtë krijim gjigant është adhurimi Allahut xhalla wa ala, madhërimi i tij, njohja e tij dhe njësimi i tij subhanahu wa ta'ala me të gjitha format e adhurimit.